Sot kolegët nga Anglia kanë ardhur për diskutuar me Rion për herë të parë, mbas 8 muajsh kërkesash të vazhdueshme që kolegët e huaj kanë bërë në prokurorinë e posaçme për t'u lejuar që të komunikojnë me avokatin. Fatkeqësisht, edhe pse nuk ka ndryshuar asnjë rrethana procedurale, është bërë e mundur mbasi kohë kaq gjatë që një pjesë e ekipit huaj të vijë të vizitojë Rionin, sepse duhet keni parasysh që ekipi amerikan nuk është lejuar akoma për të ardhur dhe për të vizituar Rionin. E gjithë takimi dhe intervistat që sot bën më në fund kolegët lidhet me aplikimin që ne do bëjmë në gjykatën e Strasburgut lidhje me masën e sigurimit, sepse vërtet ne korrëm një fitore në gjykatën kushtetuese e cila e ktheu çështën, shfuqizoi vendimin e gjykatës lartë për të riparë çështjen e masës sigurimit. Megjithatë, ne nuk kemi marrë gjitha pikat që kemi kërkuar në gjykatën kushtetuese, nuk janë pranuar gjitha pikat dhe për këto pika ne do të shkojmë në gjykatën e Strasburgut dhe për këtë është edhe ekipi i anglez i mbrojtjes. Në lidhje me dy pikat e tjera që u përmendët, sigurisht që ne kemi ngritur, sigurisht që ne do vijojmë. Në lidhje me emërimin e zotit Dado, ne kemi bërë qartë që do apelojmë vendimin e shkallës parë, e cila nuk ishte vendim në themel që na rrëzonte kërkesën, por ishte një vendim i cili nuk pranonte që ne të legjitimoheshim në këtë kërkesë, e cila është një shmangje nga gjykimi i një çështje që ka jo vetëm interes juridik dhe ligjor për ne, si mbrojtje e zotit Velie, për zotin Velie, sekretari i bashkisë, por ka interes në fakt për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë, i cili duhet të di nëse një prokuror në prokurorinë e posaçme në këtë rast është i emëruar apo jo në mënyrë të ligjshme, i cili ka në dorë një pushtet të deleguar nga kushtetuta që mund të shkaktojë dëme të rënda në drejtat e lirisë themelore të njeriut. Dhe kjo çështje do vijojë deri kur ne të marrim drejtën, ashtu siç ne e kemi marrë gjithmonë kur kemi ngulur dhe kur kemi trajtuar çdo element juridik të çështjes së Rionit. Ne kemi ngritur çështje që kanë të bëjnë me marrjen e dosjeve, i morën dosjet, kaluan kohë, i morëm dosjet. Kemi ngritur çështjen e mos komunikimit me avokatët e huaj, kaloi një kohë gjatë, por i morëm komunikimin me avokatët e huaj. Ngritëm çështjen e kryetarit të bashkisë, pra të mandatit të kryetarit të bashkisë, e morëm edhe mandatin e kryetarit të bashkisë. Kemi ngritur çështjen e masës sigurimit me kalim të gjatë kohe, por edhe ajo besoj që u fituan në gjykatën kushtetuese. Megjithatë, ne do të ndjekim çdo element juridik deri në gjykatën e Strasburgut, sepse jemi të bindur që ky proces ka filluar i manipuluar, siç e thatë dhe ju, nëpërmjet një kallëzimi të anonim, i cili shumë shpejt ne do i bëjmë publike dhe element tjerë dhe fakte tjera në lidhje me këtë kallëzues. Megjithatë, ajo që duhet thënë dhe ne do ta përsërisim gjithmonë kur kemi një komunikim me median, është ne do ndjekim çdo lloj ankimi juridik për të quar çështjen deri në fund dhe për ta quar këtë betejë deri në fitoren e zotit Velie. Kur pritet të drejtohen në Strasburgut dhe cila ishte gjendja e klientit tuaj? Gjendja e klientit tonë, siç e kemi thënë gjithmonë, është shumë e mirë, është me besim plot në vetvete, është shumë mirë fizikisht dhe mendërisht, është shumë i qartë për çështjen dhe për vetën që ka bërë dhe e pret. Çështja në Strasburg duhet depozitohet brenda 4 muajve nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ne besoj që do e bëjmë shumë shpejt, ndoshta deri në fund shtatorit ose në fillim shtatorit. Hapi tjetër i radhës përveç Strasburgut? Ne jemi në gjykim themel, do jeni të besoj të informuar mbi çdo lëvizje që ne do bëjmë edhe në gjykimin themel. Ne do çojmë në Strasburg edhe vendimin e gjykatës paraprake, e cili nuk i krijoi mundësinë zot Velie që të njihet me çështjet, madje mos kishte as avokat në gjykimin paraprak. Dhe gjithashtu do çojmë edhe një çështje tjetër që ka lidhje me pavlefshmërinë e akteve në gjykatën e kushtetuese. Pra do ndjekim çdo lloj hapi dhe ju do jeni të informuar mbi çdo hap që ne do ndjekim. Çfarë sjell mbrojtjes ekipi anglo-amerikan? Sigurisht është një vlerë shumë e shtuar, eksperjenca e një ekipi njohur nga Anglia për çështjet që lidhen me Strasburgun, dhe sigurisht që gjithë çështjet që kanë bënë në Strasburgun do i realizojmë në bashkëpunim me kolegët nga Anglia dhe nga Amerika, cilët fatkeqësisht e përsëris nuk e kanë marrë lejen akoma nga SPAK-u për tu prezantuar me klientin e tyre.